A është ky modeli I një kryeministri? Në një dalje të fundit publike, e cila u zhvillua si një pjesë e një ngjarje të organizuar nga qeveria me nxënës, kryeministri Edi Rama jo vetëm që përdori gjuhë jashtëzakonisht të papërshtatshme dhe vulgare, por shkoi aq larg sa u tha fëmijëve. E keni në Google po t'ishit kurioz. Shkruani aty Edi Rama nudo, del aty. Sa keni parë ju? E gjithë kjo në miratimin e buzëqeshjet të kryetares së kuvendit, e cila është vetë nën. Kjo deklaratë jo vetëm që ngre pyetje serioze për gjykimin e një kreu qeverie, por është një sulm I drejt për drejt ndaj themeleve morale të shoqërisë shqiptare dhe një shpërfillje për pafajësinë dhe dinjitetin e fëmijëve tanë. Edhe më alarmuese është fakti që drejtorët dhe mësuesit u detyruan të merrnin pjesë në këtë aktivitet. Ky nuk ishte një aktivitet edukativ apo kulturor, por një masë e inskenuar e fushatës elektorale, në të cilën institucionet shtetërore u instrumentalizuan dhe fëmijët u abuzuan politikisht. Një kryeministër që nuk ka frikë të shfaqë një midis shkollor, me të tilla shenja të ndyra dhe komente vetë lartësuese, nuk mund të konsiderohet një autoritet moral apo politik. Çfarë thot kjo për një lider kur e bën lakurishësinë e tij tem bisede me fëmijët? Ne sot kërkojmë me vendosmëri një ndjesë publike nga kryeministri ndaj nxënësve, prindërve dhe mësuesve të përfshirë. Një hetim të menjëhershëm nga organet e pavarura për rrethanat e kësaj ngjarje. Kufi të qartë midis politikës dhe arsimit për të mbrojtur fëmijët tanë, respekt për dinjitetin, mirësjelljen dhe ndjenjën e përgjegjësisë në komunikimin politik. Shqipëria ka nevojë për modele krejt të kundërta nga ato që promovon kryeministri. Shqipëria ka nevojë për arsim, jo për indoktrinim politik. Dhe mbi të gjitha, Shqipëria duhet mbrojë fëmijët e saj nga këto shkelje kufish.